Med Plus, çdo të enjte me fillim nga ora 20. Ju sjell informata, tema aktuale, këshilla e çdo gjë tjetër nga fusha e shëndetësisë. Med Plus me doktor Hektor Binishi për te mjekësisë. Të nderuar teleshikues, miq të emisionit Med Plus, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në emision. Sonte do të flasim për një koncept modern që quhet One Health apo shëndeti i unifikuar. Koncept ky i cili është shumë i rëndësishëm në mjekësinë bashkëkohore, që thekson se shëndeti i njerëzve, i kafshëve dhe mjedisit janë të ndërlidhur ngushtë dhe të pandashëm. Në Med Plus pra do të diskutojmë për një temë që prek qetësinë tonë, sigurinë dhe shëndetin tonë dhe familjeve tona. Bëhet fjalë për zoonozat apo për smundjet që kalojnë nga kafshët e njerëzit. Sonte me ne në studio është doktor Korab Gunga, veteriner, me të cilën do të diskutojmë se cilat janë zoonozat më të shpeshta të ne, si të njohim, si të mbrohemi dhe pse kjo qasje e shëndetit të unifikuar është jetike për t'i parandaluar këto smundje. Pra, mësafirit tonë sonte, i urojmë mirëseardhje, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në emision, doktor Korab. Mirëmbrëma koleg rektor, mirë se ju gjeta. Mëse që sonte do të kalojmë mirë, me mundësitë e mia të shpjegimit ato shkathatën si hyrën të emisionit. Doktor Krab, unë e përmenda që ju një veteriner dhe jetoni edhe punoni në Prishtinë, ju falenderoj që keni ardhur sonte prej Prishtinës, të kalu gjithë atë të llovit të trafiku që keni ju në Prishtinë. Këtu pak kemi më të privilegjuar ne dhe jeni shumë të motivuar që disa informata ose njohuritë dhe ju e lidhur me këto tema të shpërndani edhe për mysafir, më falni, për publikun ton të TV-s Eurovision. Na tregoni shkurt, na bëni një prezantim të shkurt tuaj që publikut t'ju njoh pak më mirë. Po mirë. Pra, unë jam Korab Gunga, me profesion jam mjek veterinar, i diplomu në Zagreb para shumë viteve, gati 30 vjetë më shumë. Ushtroj profesionin e mjekut veterinar në Prishtinë, edhe kjo është ajo. Doktor, e përmenda temën kryesore, do të flasim për zoonoza apo smundjet që kalojnë apo për cilën prej kafshëve të njerëzit. Si mas përvojës juj në përmeni disa të cilat janë pak më të shpeshta me cilat ju ballafaqoheni, po edhe ne si pranuesi këtyre infeksioneve eventuale. Si që tha, zoonozat janë smundje cilat kalojnë prej kafshëve të njerëz, arroll herë kemi që kalojnë për njerëzve të kafshët. Kemi shkenca e një gati 300 më shumë smundje të cilat janë transmetuar prej kafshëve të njerëz, po na ballafaqimi me zoonoza si veterinari kemi në kuptimin e parandalimit të përhapjes mes kafshëve, njëkohësisht ajo është edhe, si e thatë, One Health, parandalimi i përhapjes të njerëzit. Domethënë janë smundje të cilat ka shumë, tash duhet të fokusohemi në diçka të cilat neve na prekin më shumë. Tash, nëse marrim ato të cilat janë më interesante për ne, atëherë mund dalën brucellozën, cila është ende aktive ose prezente në Kosovë, po jo në masë të madhe, ose që kemi përzgjedh edhe enokokun, i cili është prezent, po jo për fatmirësi edhe jo aq shumë. Edhe se përmendëm edhe si edukim pak punën e smundjes së tërbimit të qentë edhe të kafshët e egra, që fatmirësisht në Kosovë nuk e kemi, me informatat e fundit që i kemi në dispozicion. Po kemi edhe smundje tjerë, për shembull zoonozat e kemi pas edhe krimet Kongo, jetët hemoragjike si endemi në Malishev, të cilën fatmirësisht jemi veç duke kontrollu mirë. Edhe këto janë disa, tash për momentin nuk mund më kujtu cilat ashtu, po Kosovë, domethënë, jemi pak a shumë në rregull.
paka shumë në rregull se përkes smundjeve zoonotike. Po. Doktor, nëse ju pajtoj, ne do të bashkë bisedojmë për brucelozën, për enokokun, edhe për tërbimin, edhe pse tërbimi e përmendet ju nuk ka vite, nështë edhe decene, nuk e di saksisht, nuk kemi ndonjë rast për fat të mirë në Kosovë, prapë se prapë është një smundje që është ose një problem shëndetësor, i cili duhet të diskutohet për shkak pasojave shumë të rënda dhe fatale në shumicën e rasteve nëse nuk mjekohen. Unë ju keni sjellë disa foto prezantimon e kisha pas dëshirë një prezantimin e apo slajdin e parë mi prezentu regjia. Do më thonë, këto janë për cilat na sonde do të diskutojmë, po konkretisht me qenë se jemi te bruceloza. Të flasim çka është bruceloza, si infektohen, ka është dhe si përcjellen ky infekcion të njerëzit. Bruceloza është smundje bakteriale e cila të kafshët për cilët me sikur të kafshët gati edhe sikur të njerëz për cilët nërmes kafshëve për cilët me skretet dhe sekretet e tyre. Posaçërisht kemi të bëjmë me brucellën të gjellët, brucelloza gjellë apo brucella abortus bank, brucellën e deleve, të cilën kemi brucella melitensis, e cila është ma rrezikshme janë thojza ose ma infektuesja. Pastaj kemi brucellën e derrave suis, pastaj kemi brucellën që manifestohet të qani, të derë e tjera. Po për ne është më më rëndësi është kontrollimi i brucellës të gjellë edhe të delja. Nëse mas pari duhet të themi që brucelloza është smundje profesionale, ku ta marrim si karakter të saj, mas shumë të infektohen prej saj njerëz të profesionit. Ne veterinarët, thërtorët, pastaj këta çobanët, kështu, njerëz që kanë direkt punë me kafshë. Ndërsa sa i përket asaj si të monitorohet dhe kontrollohet brucelloza të kafshët, janë disa norma ose standarde të cilat janë vendosur prej Bashkisë Evropiane ose edhe prej institucioneve tona. Në momentin kur diagnostifikohet një kafshë, në këtë rast po folim për mas shpeshta që i kemi lopa ose dele, ato eliminohen. Në më thërë dhe azjasohen ekonomikisht, dhe më thonë eliminohen. Ndërsa kohën e fundit janë disa projekte të cilat janë kryer në Kosovë me vaksinimin e deleve dhe dhive, të cilat sot kudo kanë arritë që ta bëni imunizim të asaj bakterie imtë. Kështu që rezultatet nuk janë të këqija, por informata sakta nuk kemi, unë konkretisht nuk kam, si ka arritë imunizimi i këtyre kafshëve, më thonë kafshët imta, deleve dhe dhive. Ndërsa sa i përket asaj si kalon te zoonoza te njeriu, prap është ma e lehta është për shkak të konzumimit të qumshtit të pa trajtuar termikisht mirë. Nëse nuk dina na statusin e një kafshë, a është e lirë prej brucelloza, a është e vaksinuar, atëherë nëse ajo thojza është e smut, atëherë ato brucella, ato bakterie na jep nëpërmes qumshtit. Ndërsa ato jep edhe nëpërmes thash e skreteve dhe sekreteve, domethënë urinës, ujrave amnional të placentës, edhe të viçave gjatë lindjes e tjera. Domethënë bakteria e brucellës din të persistojë në ambient kogjagjatë, domethënë deri në një vit thotë literatura, ku ka lagështi optimale dhe nuk është shumë nxehtë. Domethënë është një temperaturë mesatare. Ndërsa në temperatura të larta ajo nuk bizoton shumë. Është e keqja e kësaj pune që ajo din nëpërmes edhe ajrit, nëse persiston nëpër
pluhun ose diku, na dim ta thithim atë dhe ta marrim. Po atë në raste sporadike të rralla. E sa për këtë njerëzve të thash, kontakti i tyre është ata njerëz që nuk punojnë me kafsh. Na mas shumë të Bruxellën e marrim nëpërmes qumshtit. Nëse qumshti nuk është i trajtuar termikisht mirë apo nuk është i pasteurizuar. Po. Këto janë. E pastaj nëse infektohemi, atëherë vazhdoj me me pjesën umane. Me pjesën umane që ju vazhdoni me tutje. Po. Me na shëru dhe neve. Po unë kisha pas dëshirë dhe slajdin e dytë me na prezentu, me qenë se vetë koncepti quhet shëndeti unifikuar dhe bashkëpunimi i mjekëve me mjek veterinar shumë e rëndësishëm. Unë do të prezentoja disa simptomat të cilët i takojnë njerëzve të infektuar. Të se këtu, na ku dallojmë një kafshë që është me infektuar me brucelozë, po harrova me thonë. Shenja tipike diçka nuk ka përpos aborteve. Do vallon deri në muajin e 4-5 aborteve edhe të ejtje të ajra të testiseve të gjenia mashkullore. Domethënë, nuk kemi diçka specifike që mund me dallu që një kafshë është smut, po. Nëse kemi aborte me një kope më shpeshta, atëherë gjithmonë lind dyshime, ndoshta kemi të bëjmë me brucelozën atë kope, atë tuftë kafshëve. Po. Tash të njerëzit ka raste, doktor Korrap, se ankohen për dhimbje të nyjeve, kockave, edhe trajtohen, shkon një kohë gatë dhe nuk ato prapë përsëriten. Shko është karakteristik të infekcioni me brucelozë është temperatura ondulante apo temperatura që shkon e vjen, ngritet, zbritet, o shumë karakteristike. Mandej shenjat e një infekcionit zakonshëm gripoz, dobësim, temperaturë, lodhje. Unë kisha pas dëshirë edhe foton tjetër. Edhe ndryshimet të cilat mund paraqitet edhe në këtë formë lëkur, ndryshimet tjera dhimbje koke, humbje oreksi, të cilat me mujt tanë mund të zgjasin mirë, po është shumë karakteristikë dhimbje të nyjave, të kockave. E kisha pas dëshirë edhe një slajd tjetër është, po këto i shohim disa osteoartrite karakteristike apo pezmatimet nyjave të shputave, të gjurit, të cilat zbulohen përveç tjerash edhe me anamnezë. Kur dikush i thotë që ushqena ose ka marrë qumsht të pa verifikuar si duhet, atëherë ajo na ndihmon në prurjen e diagnozës. Përveç kësaj përfshihen edhe shpretka, milçia dhe me mujt tona mund të zgjasin. Trajtimi është me antibiotik, nuk kisha pas dëshirë me fol më shumë se çfarë mënyre, për arsye se ata që kanë nevojë i kemi infektolog, mjek familjar dhe mjek tjerë, edhe mund të interesohen për mënyrën e mjekimit, po mjekimi është i thjeshtë nëse zbulohet arsyeja me kohë edhe nëse zbulohet në përgjithësi dhe kërkon një kujdes caktuar edhe kohëzgjatje caktuar, po ka shërim. Po. Tash po ta dëshirë me fol. Sa bën të plotësoj çfarë pak më isha lutë ekonomitë familjare, të cilët tregtojnë qumsht apo prodhojnë djath, që qumshtin ta trajtojnë, ta zinë. Domethënë ta zinë, mos ta, se janë dy teori, se ka raste kur atë djathë nxojnë ashtu si e marrin prej gjinit lopës direkt, pa përpunu termikisht. Se diku kanë informacia te qumshi është i vakt edhe mjaftueshëm është temperatura 38 gradë. Unë kisha lutë të gjithë ata që prodhojnë djath për vetë ose për shitje, me trajtu qumshtin barem 55 deri në 70 gradë, gjysmë ore deri në 1 orë. Pastaj ta bojnë në djath, ta shëndojnë në djath, kohës e tjera. Domethënë, elementarja është kjo, nëse kemi prodhime familjare, domethënë. Po. Që kjo unë kisha bërë këtë lutje, ajo është një hallkë e cila na kish parandalu përhapjen e brucelozës në popullat. Përpos thash asistenca në lindje vetfarmerëve, ne veterinarëve, ajo diçka tjetër është. Por nëse ne tregtojmë një qumsht të pa trajtuar termikisht mirë, atëherë kemi atë hallkën e cila po na ikë dhe po na infekton popullatën. Domethënë
Kjo është një lutje, një kërkesë apo një apel ta bëjnë këtë trajtim të qumshtit para se me shit. Do thotë gjithmonë parandalimi është më i mirë se mjekimi, është edhe më i lirë. Patjetër. Po. Dukshëm, po. Diçka tjetër, vaksinë ka Vaksin, po, për brucelozë? Po, brucelozë ka, po kohën e fundit ajo është nuk është e dëshirueshme sepse na dal diçka pozitive në brucelozë ajo vaksinë atëherë po na maskon nuk po di na është titër vaksinale apo titër infektiv i smungjës. Kështu që janë dy teori, a më vazhdu me vaksinim apo ato kopet cilat janë të dyshimta apo që diagnostifikohen me brucelozë, ato eliminohen ekonomikisht, domethënë, dhe i kompenzohen fermerëve. Kjo është. Doktor, një pyetje që nuk ka lidhje me direkt me brucelozën ose me këto zoonoza për cilat do të flasim, po ka lidhje me shëndetin edhe kafshë, po edhe tonën, është abuzimi me antibiotik tek kafshët. Parasysh që ajo mandej përcillet problemi përcillet edhe te ne. Patjetër. A mendoni se për te abuzimi i përshkrimit të antibiotikëve nga ana e mjekëve te na, te shumë mjek, të mjaft mjek të thëmë a mirë, është mjaft e madhe dhe kemi vrejtje të mëdha dhe prej OBSH-seve vendeve tjera, po në përgjithësi e kujtoj që nuk kemi fort racional në përshkrim të antibiotikëve. Parasynat të ndryshme ndër tjera është edhe impunimi i pacientëve, blerja e pacientëve pa pyet mjekun e tjetër. Si qëndron situata në trajtimin apo në abuzimin, a ka abuzim të antibiotikëve në veterinari? Ka mjaftueshëm, ka abuzim. Është e vërtetë në profesionin tonë, mjekësinë tonë veterinare, antibiotik për fat keq përdoren me stam lidhe pa lidhe një fjalë jo adekuate, po pa nevojë. Domethënë, një arsye pse përdoren është edhe ndoshta edhe metodat e diagnostifikimit smunjeve të cilat na nuk po kryen ose nuk po kemi dëshirë me bë si duhet. Ose kjo terapia unë them shpejt hajç aty diçka edhe vazhdojmë tutje. Po abuzim ka. Shkosh më keqe, ka dhe farmer pa ndërgjegjshëm që vetë abuzojnë, përdorin antibiotika në ferm pa mbikëqyrjen e veterinarëve. Edhe pa këshillën. Po. Ajo është ditën e punë, më thonë edhe ka abuzim. Kemi antibiotik, por post antibiotikun kemi kortizon e kortikosteroid që përdoren pa mbikëqyrje të veterinarëve. Kemi terapia antiparazitore, cilat njëjtë qumshti ose mishi nuk gëzon mu konsumu prej 10, 20 dhe një muj, 2 muj, 3 muj, më thonë ato kërkush në thojza nuk i monitoron, nuk i përcjell. Kemi rishime, po qysh ka qenë është shumë mirë. Na pak parë folën për vendin tonë, qysh ka qenë, jemi shumë mirë, kemi tendencë të emancipimit ose të edukimit profesional dita ditës është shumë më mirë. Shumë është më mirë dhe besoj që ka dalim selamet. Po mirë është, mirë, nuk o keq. Jo, zakonisht një shumë pozitiv gjithmonë dhe reprezentoni me çet pozitivitet që shpesh nganjëherë po na mungon, e është shumë i mirësor, faleminderit shumë edhe për këtë pjesë. Po flasim për një sëmundje e cila apo një infekcion i cili nuk ekziston tash sa vite të na, po e përmendën që është shumë i rrezikshëm. Kem pas rast e bisedum edhe vetëm po në klinik infektivës 2 vëllezër të cilët kanë qenë të infektuar nga tërbimi edhe të cilët për fat keq kanë përfunduar në fatale 88, po. 88. Normal ata kanë qenë izoluar, kemi pa përmes gjamave të dyrëve që kanë qenë edhe s'kemi mujt edhe s'është leju me pas qasje, që është normale. Parasysh janë konë në fazën klinike që është e pakëthyeshme. Flasim pak për tërbimin. Kush i përcjell, pse ka qenë rrezikshëm, edhe mandej do të flasim, do ta shohim edhe 2-3 video i kemi lidhur me tërbimin, kur ti kërkoj regjia do të na prezanton. Unë mas pore kisha thonë, nuk po bëjmë panik për tërbim. Jo, s'kemi. Por duhet të jemi kujdesshëm. Konsiderohet një ndër virus më apetike prus në rrugën toksor. Virusi i tërbimit ose
rabiesi, që është në grupin e virusëve Lissa virus, ai virus i cili neve na shkakton këto probleme. Tërbimi bashkëlizova literatura e një që 4.000 vjet po thoj shkruani, domethënë. Domethënë ai është prezent. Sot e kësaj ditë është prezent, por me metodat të cilat botave prej Louis Pasteur, i cili ka bërë një ndër me kolegun e vet, harrova emrin, i cili që ka bërë vaksinën e parë të tërbimit, para 140 vjetëve, 1885. Këtu i kena mësu, po i kom harru, po sot i lexova. Edhe ka pështu një fëmijë 6 vjeçar nga tërbimi. Domethënë prej atëherë na veç prej asaj kohe vetëm tërbimin kena nis me eradiku, me eliminu mas të madhe. Por konkretisht në Evropë kemi shumë shtete të cilat janë të lira, domethënë nuk janë të lira me letra që thohen, nuk kanë tërbim. Nuk kanë tërbim. Thash edhe Kosova, me letra nuk kemi tërbim. Me fakte, me diagnostik nuk kemi tërbim. Ku do është të dalë? Domethënë tërbimi është sëmundje virale, e cila ka lënë është prezente vetëm të gjetarët, domethënë gjetarët, është mi klasifiku. Gjetarët, po. Domethënë qenë maca, dhelpna, ujqet, kalon të lopa, të kretë gjetarë, ako shkajnë gjetarë. Domethënë edhe manifestohet nëse nuk trajtohet me kohë, apet kjo është tema ju, nëse nuk trajtohet me kohë, atëherë është ka epilog fatal. Domethënë është ka tropizëm në sistemin nervor, domethënë sulmon sistemin nervor. Të kafshët Vidon net ju lutna për mënyrën e transmetimit? Kafsha tërbune, në kafshën e tërbune e transmeton tërbimin me anë të kafshimit, në të kuptimin që me aktin e kafshimit se virusi tërbimit koncentrohet në pështym. Edhe ai kafshim pështyma edhe inokulon, penetron në trupin ton. Kjo është si më thonë, një karakteristik të kafshët, cilat edhe vetë fjala tërbim është përkthy prej fjalës kuptimit ose prej simptomatologjisë, se qeni është i shqetësuar apo shfaq shenja të agresivitetit. Edhe për ta arsye dhe ka emrin tërbim. Po s'do të thotë që çdo qen i tërbun ose çdo dhelpën ose çdo kafsh, çdo gjitar ka me qenë me shenja tipike të agresivitetit. Edhe pse është infektuar. Po, edhe pse është infektuar, po në shumicën e raste manifestohet me agresivitet edhe me jargitje për shkak të paralizave të muskujve, edhe të muskujve të muskujt masater dhe laringësit e tjera, dhe pështyma nuk mundet të ngëlltitet, po ajo delesh dhe manifestohet me ato simptoma. Doktor, para se ta shohim videon e një qeni të tërbuar se si duket, shpesh kemi ndëgjuar që kur një person kafshohet prej qenit, mjekët i këshillojnë që me kontaktu me veterinar, që veterinari duhet, mandej veterinari i thotë që duhet mi përcjell atë qenë. Nëse është mundur, se mund me qenë i rrugës edhe nuk është e madh. Po, atash dole tërbimi do të thotë tërbimi kur kafshohet, tash po dalin kumentet e kafshimit. Sa më afër që jemi trunit, lëvizja ose migrimi i virusit është më i shpejtë, domethënë të shfaqë shenja klinikë. Po shumë interesant është inkubacionit e njerëzve, shumë interesant është. Zgjatet disa muaj. Po, varësisht prej virulencës, prej vendit ku është kafshu sa më afër kokës, aq më shpejt kemi edhe shfaqje të simptomave. Po të kafshët aty thot 3 ditë deri 1 deri 3, 5, 10 deri 1 muaj ditë një farë inkubacioni. Edhe aty është pak si e sakta, për shkak se virulenca ku ka deportu, ku është kafshu qenë edhe tek ta është ashtu, edhe i njëjti fenomen. Po nëse
ta shtalim nëse kemi aksident me një kafshë cila dyshohet, na kemi qanë rrugës sot dush, potencialisht këta mund me qenë se nuk kemi informata për ta vaksinu, na janë vaksinu, na kanë pronor, s'kan pronor, më thonë qanë rrugës se na smujmë tash kur na vjen një pacient, kur një dikush që është i kafshur për qenit rrugës, gjithmonë duhet më ndodhesni një lampë në kokë që mos ka qenë i tërbun. Ndërsa kur kemi kafshim për një qenë që është me pronor, nëse është mundësia me kontaktu me pronor, nëse qeni është i imunizuar, është i vaksinuar, atëherë na kemi një arsye që të mos brengosëm. Po gjithmonë nëse na sulmohen prej kafshët erga në mal për shembull, ose sulmohen prej qenëve të rrugës, gjithmonë është një dro për statutin e tyre infektiv çfarë është. Me thonë është një problematikë goxha e madhe që unë si mjek veterinar kam zor dhe shpesh më ndodh kjo, nuk di çka i them. Gjithmonë i them shkoni te mjekët humanë dhe aty mendoj më shumë informoma. Kur ka dyshime shumë, unë kam dëgjuar se vetë në Kosovë ekzistojnë terapi antirabike, po mdokot ekziston. Duhet me qenë. Po, dhe besoj që ata veç administrojnë aty. Po, se s'mund të rrezikohet. Po, s'mund me kur janë dyshimet e mëdha. Dyshim, patjetër, po është dyshim. Edhe kjo është që fat mirë edhe aty na kemi një derë që na mundson një shërbim të mirë profesional. S'po di tjetër. Ta shohim një video qenit të tërbun, nëse s'gaboj video numër 2, lutna. Po. Një shqetësim i madh, i argitje që e përmendet edhe ju. Po, unë prapë po them. S'do më thonë që kretë janë kështu. Po, s'do më thonë që janë kështu, s'do më thonë çdo qenë që ka kësi simptoma, na kemi raste kur kemi edhe simptomatologji për sëmundje tjera, për shembull, që kanë simptome të tilla, po gjithmonë duhet të marrë anamnezë, ai qenë me kon ka pas kontakt, ku ka pas, çka ka pas, etj. Domethënë na edhe këtë do të them se harrova me cik, na i kemi dy lloje të shfaqjes së sëmundjes tërbimi urban. Që kemi në qytet që na vinë qytet, domethënë të kafshë qytetit, qenë, maca etj. Edhe kemi silvatike ose tërbimin e malit, domethënë ujku, dhelpna, e kafshë tjera, po. Barsi kryesor i tërbimit malit është dhelpna kuqe. Po shka është e mira këse puna që për vitit 2011-2010, nuk po jemi sigur, veç ka nis vaksinimin nëpërmes fondeve të Bashkisë Evropiane, OIS, Organizatës Botërore të Shëndetit, nuk di si e ka emrin shqip veterinare, imunizohet, imunizohen kafshët e egra nëpërmes ajrit, keni dëgju, qitën karemt, në ata karemin vaksinat, cila kafsha kur i han, imunizohet, vaksinohet, po. Është një e mira e punë, është një sukses i mirë. Shka është e mira e këse punë që është ka botë në kretë Ballkanin. Se një dhelë për një ujkë nuk ka pasosh. Nuk një kufi. Nuk një kufi, do më thonë e mundet prej atje me nërë neve, ose prej nes me shku atje me tërbim. Më thonë është mirë që kretë regioni është duke u bo imunizimi me karem oral, do më thonë. Dhe kjo është një e mirë, thash, me këto metoda vëq Evropa e ka pru në minimum tërbimin. Plus ne që vaksinojmë qenë me pronar. Plus ne që vaksinojmë qenë me pronar, i cili është obligueshëm, mos ta harrojmë. Me ligj jeni të obligueshëm kush ka qenë maca. Po, për tërbim. Për tërbim. Prej moshës 3 muaj tutje, një herë në vit vaksinohen. Edhe pse nuk ka, duhet më vaksinu. Duhet. Është detyrim. Detyrim, është obligueshme. Po mundohem na mi shti këto si rregull, po ka hezitime prej popullatës. Që është më rëndësi fort kur e marr prej Zagrebit për studimeve. Pronarët hesitation me vaksinu qenë se lidhshin jo se qeni jam mzbutet dhe me nuk bëhet agresiv, këta që kishin qenë të roje, qenë punës. Dhe më thonë, e lidhshin me ato e zbutet, nuk bëhet i egrë, në atë kuptim tërbun, po nuk ka të bëja e punë. Dhe më thonë, është virusi cili shfaq simptomat e qenit tërbun. Dhe më thonë, për atë arsye dhe bëhet vaksinimi. Më thonë, është apel që gjithsesi ta bëjmë vaksinimin kundër tërbimit, i cilin shpesh raste ka qenë edhe gratis, kanë qenë kampanje edukative, disa vjetë kanë qenë, disa njerëz janë lajmëruar, kanë vaksinuar, disa jo, por është mirë të vaksinohen. Sidomos fshatrat që kanë kontakt me malin, me kafshë egra. Çka edhe riu mund të qenë tërbun. Domethënë, është
mirë krejt fshatrat që kanë qenë të Gjutisë, qenë të Rojës, qenë të Shoqënimit nëse kanë për fshatrat, sidomos, normal edhe në qytet. Po ata që janë më afër malit gjithsesi ti vaksinojnë. Mundsinë mu infektua është Po, më e sa ata madhe. kontaktin e kanë shumë të afër, një dhelpën hin në borë. Ai dhelpën në borë ka fshon qenin, domethënë është sulmon. Domethënë ai zinxhiri aty është më i mirë që mu prevenu që formë e tërbimit. Edhe shumë metoda tjera. Thash, e mirë është që është ka vaksinuar nga ajri edhe nga toka. Po. Doktor, prapë jemi të folë për parandalim e vaksinimi edhe këto metoda që e përmendët jush, që në informata shumë dobishme, janë të domosdoshme dhe janë ato që bëjnë diferencën. Parasysh se nëse vjen deri te infekcioni, deri te njeriu, virusi e përmendët edhe ju që spori ose mas shpesh të sulmon trurin, sidomos qendrat që kontrollojnë ngëlltitjen dhe fermoren, për këtë arsye këta persona në fazë pak më të avancume kanë shumë problem me ngëlltitje, çfarë do ngëlltitje sidomos edhe Po se paralizon muskujt krejt. për shkak paralizës muskujve. Edhe vjen deri te hidrofobia, po frika nga uji. I përmendet për simptomat e njerëzit, po ashtu edhe si thatë ju, më din me zgjohet deri në 3 muaj. Po. Qëllimi kryesor i mjekësisë në këto raste është që me dhonë terapi ose mi trajtu këto raste nëse janë dyshimta për tërbim, këtë kohën jemi të folë, para se mu paraqit simptomet. Ja, kur paraqiten simptomet? Atëherë përfundon. Kur të paraqiten simptomet nuk ka mjekim. Rastet përfundojnë me fatalitet. Se si duket në hidrofobi, kërkoj falje për publikut, po është mirë ta shohin. Janë skena ndoshta pak ma dramatike për publikun, po kërkoj një si reagojnë të smut nga infekcioni i tërbimit nëse binë në kontakt me ujin. Nuk është veç ky simptom. Edhe kanë dhimbje koke, kanë aty ku ka fshohen, kanë pickime, krurje të mëdha, ndjenje e mpirjes, mandej kalon fobi nga zëri, nga drita, era, fryma, këtë receptor që përfshirë receptor dhe në fundit përfundon me fatalitet. Shka duhet me bo, prap duhet me njëherë më paraqit të dyshimet, dyshimi parë. Me njëherë duhet më paraqit nëse dyshohet që qeni nuk është i vaksinuar ose qeni ka ndonjë dyshim për infekcion. Në mjekësi thojmë, kur të referojmë, të azojmë prej sistemit primar në sekondor ose sekondor tercior, është më mirë me të kesh kolegë pse e ki pru se sa me t'i këndo një rast. Po, vërtet është. Edhe për këtë arsye, ka mënyrat mikimit, janë vaksina, është imunoglobulina, po serumi antitetanik, i cili duhet jipet me njerë kur ndodhet edhe infekcioni. Cilat pas kafshimit janë shemat standarde të cilat përdoren. Për fat keq, vjet 57.000 njerëz vdesin prej smunës të tërbimit. Mas shumë të një Indi, ku ka kjo video, edhe në Afrikë. Në vende ku nuk kanë edukim mirëfillt ose preventiv ose imunizim të kafshëve si duhet. Kjo është. Doktor, tash brucelozën e kemi, tërbimin nuk e kemi, edhe uraj mos mi pas asnjëherë. Po e në kokun edhe pse rastet ralla prapse prapë kemi. Kisha pas dëshirë slajdin e radhës mi prezentu, ju lutna. Do të flasim pak për e në kokun. Doktor, para se më janë njës ju, e në koku është shumë interesant se ka lokalizime që janë shumë të rrolla po ndodhin, të gatin si cilin organ të përfshi edhe trurin, melqin, sidomos, po ka pas një rast nështë rreth para 15 vjetë që është, apo 20 vjetë ashtu, që është diagnostiku në Gjakov një rast me në kokë në zemër nga një kardiolog gjakovar, cili është për fat keq ndjerë tash. Do të thonë, nuk është diçka që duhet me iniru si mundësi,
sepse damet mujnë me qenë mjaft të mëdha, edhe pse prapi përsëris nëse jemi të kujdesshëm para ndalim, mundësia për mu infektuar shumë ma vogël, por edhe mënyrat mikimit ka. Po. Ka mënyrat mikimit. Atëherë, po ta dëshirë mendimin e ju lidhur me enokokun, çka është enokoku, kush e bart, edhe si infektohemi ne. Enokoku është parazit i cili ka një farë cikli zhvillimit shumë interesant. Gjithmonë aty ku është qaj borsi definitiv qeni, ose ujku, ose maca, ata thojza nuk smuan me cista hidratigena, apo me cista në për organet parahematoze, mushni, mëlqi, ose tash në tru, zemër, edhe shmejt ndoshta raste ka tjera. Më thonë, të qeni shkaj, tash a kemi na si veterinar, të qeni me i invadun me enokok, me parazitë enokokut, shenja klinike ndonjëherë ose maca, ose ka shtegra, thuaj se nuk mund me pa klinikisht. Nëse ka një infestim të madh, numri tyre në zorë, atëherë vjen deri të upjan pesh, është barku ajur, gëzofi është i tërqethun, nuk është i shkëlqyshëm, domethënë nuk shkëlqen, është karektik, humbjen pesh, nuk është apatik, nuk është në disponim, por ai fatkeqësisht ai i qet vezët me manë të fecesit, i qet dhe infeston krejt vendin ku jeton. Domethënë krejt përreth këtë parkun e juj këtu, me qenë mundet me infektu. Nëse është i invadun me parazitë enokokut. Më thonë, është një smundje e cila na e marrim këtë me pahiri. Këtë e marrim me pahiri. Dhe më thonë, me diçka që nuk është pastru mirë, po foli nëse qeni ka shku për shembull me një bashkë, që ka pemë perime, aty ka bo nevojë, edhe bje shi diçka, ose unë po foli për një aspekti pak ma popullor. Ajo në nevojë. Edhe ato vezë shpërndohen në atë lakën për shembull, në atë kep, ose ku ta diu, nuk është për lanë mirë, që për shembull në familje ka mund vetëm fatin me marr atë një ve me gëlltitë të unë potencialisht me u zhvillu enokoku. Më thonë, kemi atë, është një smundje e cila aksidentalisht mund është më infektu. Nuk është që ti direkt shkon me një arsye të madhe që infektohesh. Domethënë, edhe shka është, kjo është një mënyra më shpesh, ose shpesh ka ndodhur sot edhe literatura shpesh, njerëz keni pa kur dalin nëpër fusha male, kapin një fije barë dhe shtinë në gojë. Kjo është gabim. Gabim, është edhe që të mund me qenë një ve e parazitit. Kjo është gabim. E vazhdojmë tutje në atë ciklin të ne. Tjetra është, tash më kujtu, njëjtë kërpatarët për Zagrebit, pyetjet më shpeshta që i kum pas në ordinancë kimia e qenit. Po. Edhe unë dyqysh s'pesha me kuptu shka ka këta njerëz. Pse pyetja ka qenë gati më shpeshta. Kjo emërtim ekziston në popull. Po, kimia e qenit, a është të dashme kimia e qenit, po, në dyqysh s'pesha erdatoze, sa atje erdatoze edhe dyqysh nuk bona si pyetje. Edhe përfundim që mirë kanë pas atëherë, si duket kur ka qenë populli pa edukuar, pa i shkolluar, mjaftueshëm për me pas një tut prej enokokut, e kanë tut që mos rri afër ose loj durt nëse rrin me një qen me një mac, se nevoja nëse përlyhet në gëzof kime. Potencialisht na e marrim çat kime dhe shtim në gojë. Edhe që e kime, që e një kime, mjafton edhe ne. Domethënë, kimia e qenit është që kjo. Enokoku mu prevenu. Domethënë, nëse përlyhet qeni, domethënë edhe qeni në shtëpi që kemi. Po, sigurisht. Gjithmonë është potencialisht ka mundësi me qenë invaduar me enokok. Edhe unë shpesh them, trajtimi i qenëve është shumë i lehtë. Janë antiparazitorë në tableta,
edhe të lira, pa hezitime, aty mos më përjtu me jap, në të kuptim, se çdo qen i cili del në natyrë, del në park, ka shansa me kap diçka, tokë, edhe ai cikël mu zhvillu. Të qeni e qenë në shtëpi, edhe ai cikli zhvillohet, edhe në familjen mund të ta infektu. Me thonë, gjithmonë duhet me pas parasysh trajtimin e qenëve me tableta antiparazitare kundër hinokokut, edhe parazitëve tjerë. Kur gjë nuk është kjo që çdo 3 muaj më jap. Rutin, çdo 3 muaj më jap. Atë më kisha propozuar çdo 3 muaj 2 herë brenda 2 javë. Që me ciklin se asnjë shumica e preparateve nuk e eliminojnë. Domethënë duhet me qela e ve, forma larvore që e pas efekt. Domethënë mirë çdo 3 muaj, muajin edhe më shpesh nëse qeni sillet rrezikshëm, domethënë në ambientin përreth ka qenë të pa kontrolluar, domethënë trajtuar. Ndërsa qeni infektohet mas shpeshti kur në thertore, ose kur ato cista, për shembull mushkniqi janë ose në melqi, i gjujnë qenve. Ato cista, ata qeni hojnë, prap edhe aty krijohet cikli. Domethënë, është një cikël shumë interesant, por na, domethënë, infektohem aksidentalisht tash. Edhe thertore duhet me pas kujdes. Po, nëse prehen e kemi cista në organe të caktuara, ato duhet mu azjasu veçmas. Jo mu gjujt me qande ose maceve ku ta diu në kafshë tegra, po duhet mu azjasu sipas standardeve. Më thonë, është ndërsa të njeriu din me bu probleme, po cistat çka duhet në mënyrë kirurgjikale ndoshta edhe mu intervenu. Po, të njeriu varet shumë ku lokalizohet, në çfarë pjesë lokalizohet, se thashë ka mundësi edhe në tru, edhe dimensionet. Po, masia, po. Zakonisht ka organe të azojnë melqia. Konkretisht, kërkoj slajdin e radhës, nëse s'ka bëj mundet me qenë i fundit, edhe tek kur rritet atë shumë, janë nisin dhimbë në arkun e djathë, nërbëri, mandej, mund të lokalizohet edhe në mushni, organe tjera i përmenda një cist multilokulore që përmendën që është forma në 7 dhe më shpeshta, cila është lokalizume në melqi, sepse në 70% raste lokalizohet në melqi. E tek thash, kalojnë vite tona, nuk kanë njerëz asnjë të lorshë, edhe dikur kanë problem për shkak dhimbjes. Dhe rreziku është sepse nëse metat i inkapsulune kështu nuk është edhe aq problem përveç dhimbjeve, edhe që patjetër duhet mu marrë me këtë punë, po rreziku është pëlqitja po. Atëherë mund të shkaktojnë anafilaksi. Shok anafilaktik po. Dhe shumë njerëz shkojnë për diçka tjetër me u kontrollu. E vërtet. Edhe ju del kjo. Domethënë është pas simptoma është. Po. Është pas simptoma, shumicën e rasteve ultrazani zbulon, se edhe ultrazani mund zbulohet. E definitive është rezonanca magnetike e ELISA testi në epidemiologji. Që përcaktohet me të vërtetë sa bëhet fjalë për ciste e në kokut ose jo. Tash vaksina për këto nuk ka, pas ka parandalim, e përmenda që për terapisë edhe të ne hipen rregullisht hipet edhe edhe nëse vërtetohet për kirurgji. Po hipen paraprakisht po. Abendazole ose diçka të ngjashme. Abendazole që familje po. Që familje për eliminimin ose për zvogëlimin e. Domethënë terapia gote është e njëjtë, sikur të na, sikur të ju. Çatu jemi. Po. E vërtet. Doktor, na i mësum disa gjëra, unë i mësova disa gjëra të cilat për mua janë konë shumë të rëndësishme, mi dëgju për një ekspert që fare ju, e që kanë të bëjmë me ndikimin e jetës apo shëndetit kafshëve në shëndetën dhe jetrat tona, që nga njëherë mund të jenë ndikim shumë i madh, përveç që ne duhet kujdesemi që të luaj me kafshë, duhet kujdesemi edhe për shëndetin e tyre, sepse kemi është çështja e shëndetit publik. Kemi përgjegjësi edhe ndaj tjerëve. Për fund të pjesës zyrtare
doktor, ndonjë porosi për publikun tonë lidhur me këto probleme që i thamë? Bota është ka shkon të një zhvillim i madh, domethënë edhe kemi migrimin e popullatës, krahas migrimit të popullatës edhe kemi bartje të smundjeve, zoonozave, domethënë dikush një person në Afrikë ose diku vjen me smundje atje, na bjen neve këtu, ose na atë shqojmë në viruse ata që se kanë pas kurrë. Domethënë duhet me kuptu tash është një ndryshimet klimatike, ndryshimet cilat janë të i pru disa smundje të reja, cilat fatkeqësisht ose fatmirësisht po ka mundësi me i menaxhu. Ne patëm edhe Covidin, që supozohet që kemi përjardhje prej kashve atje në Kinë diçka do ulëmtime ose prej thërtoreve apo mishtoreve etj. Po s'kemi shkabojmë. Kemi më ballafaqu, shoqëri që kemi eksperta, i parandalojnë, dhe që kjo është. Kujtakte me kafshë gjithmonë me qenë korrekt, përqafime jo, sidomos me kafshët e shoqërimit, se thash, harrova këtë më thon, përqafime maksimalisht jo, se me cilë me qanë e maca, përqafime jo, lipime jo, se tash me tren këto infekcion nozokomiale, domethënë, unës edhe po dim me kalu ata, edhe ata të ne me i qu. Dhe që thash edhe smundjet parazitare. Domethënë gjithmonë pastrimi, trajtimi edhe vaksinimi i kafshëve. Vaksinimi në tjetë i rregullt për sipas shemave të cilat rekomandohen për veterinarëve, edhe pastrimi i durve, vendi ku rrin kafsha mu pastru prej nevojave të tyre, edhe kështu. Thotë që mos mes borxh kolegëve tonë edhe në përgjithësi pacientëve të cilët frekuentojnë në institucionet të ndryshme publike. Kemi disa raste, nuk janë të rralla, që brenda oborrit të QKK-s janë sulmu kolegë tonë, mjekë, infermierë, pacientë, sidomos mas mesnate, gjatë kujdesërisë kur ata kanë nevojë ose pacientët me ble barna me dalë prej oborrit ose mjekët duhet më shku në vizita në për klinika të ndryshme, bile disa edhe me pasojë bukurtrona me thyre të ekstremitetet duke i këpiqen edhe janë disa raste të evidentuara edhe jemi të folë për një institucion i cili që tash si ka 2 ditë nëse s'gaboj është bërë një intervenim që në klinikën kardiokirurgjike që bëhet vetëm në institucionet më të specializume botnore, evropiane dhe botnore, plus çdo klinikë tjetër, jo vetëm kardiokirurgjike, kemi eksperta shumë të mirë. Të njëjtën kohë, ata duhet me makinë më shku 20 metra larg prej klinikës në klinikë. Nuk e di unë janë premtuar në Prishtinë se tash na Gjakovës. Nuk e di premtimet e kryetarit juaj atje veç janë premtuar edhe do metro janë premtuar liçej e çant për na sulmojnë. Unë kisha një digresion në këtë. Na jemi me klinikat tjera në Evropë, nuk e kanë këtë luks me pas janë në oborrat e tyre. Jo. Nuk ka të bëj këtu, nuk ka të bëj as me kryetarin, as me ata, as me këto, po ka të bëj me një mendësi tonë të cilën që pas luftës unë veçim tërhek, me njerë mas luftës ku pa që s'ka organizim të mirëfillt për eliminimi që janë ndacak. Në Gjakovë thunë shosha, aman ujnë se man. Ka projekte, me mija projekte në zhvillun Kosovë, me humanitare, pa humanitare, me vullnetare, etj. Po kur qysh që janë të rrugës mu hek, do më thonë e kanë ka punën mrapsht. Puna është mrapsht për arsye se nuk janë evidentuar që janë me pronar në përshpia. Ato burimi që janë vetë rrugës. Për shembull unë kam një qanë, më lind 2-3 klysh, një e fali doktorit e këtorit, një atina, 3 shojnë rrugë. Na duhet aty në zanafil duhet t'ja nisim me eliminu. Shkojmë të më falë doktor që po ta marrë emrin. Jo, rregullim. Hektor shko, a keni qanë po? Shka do me bu me këtë qanë? Do me matë përqeva, do me mbashtu, do me thonë me bo klysh, me i shit ose me trektu, jo. Ai qanë sterilizot ose nësë është mashkull kastrohet. Ai nuk është reproduktiv. Do me thonë, aty duhet, nëse na shkojmë ditë për ditë në për park, këtu, atje të Prishtinës, me zonë qanë, kena me zonë ton jetën qanë. Ta kur s'kanë munalë.
Kur. Më thonë është një parashyrë e keqe për vendin tonë. Shumë e keq. Një parashyrë e keqe. Sa përket QKK-s, ata aty si duket kanë kriju habitat të vetin, kanë ushqim, ka dhe pacientat që prej ndërgjegjës i ushqejnë, ndërgjegjës mirë, i udhimin i ushqejnë, edhe ata krijojnë habitatin e vet, edhe krijojnë një farë protektorat bujnë aty. Domethënë ata 10-20 e bujnë një farë habitate që kërkush uzon aty më në angustë, thojza. Po unë kisha lut krejt njerëz mos tuti prej qenit. Friga jote e jemja, ati shkakton pasiguri. Momenti që ti tutesh, ai mendon që do më sulmu. Është si agresion. Agresioni, edhe shko është një diçka që duhet me e cek, që janë të përgjithësi kafshët, kanë ata të infinitetin e ndjeshmërisë më të madhe, që thonë feromonet. Ata çat negativitetin ton. Ata e nuhosin shumë më herë se sa që na mendojmë. Më thonë, kjo që ju ka ndodhur kolegëve në QKK, po më kjo që ju ka ndodhur, po nuk ka nevojë me bë panik. E qartë. Nuk ka nevojë me panik. Momenti që bën panik, që janë e boti dhe më panikosen. Më thonë është dy vetë janë keq. Po, apo bojnë zgjidhje, kanë bërë zgjidhje, përgjithësi komunat, po a është mjaftueshme thash nuk është. Me këtë metodë shkajnë të jo, kur s'ka me pas sukses. Kur heq. Ju them kolegëve përgjithësi. Pa shku në zana fill me ka procesin, problemin nuk i në zgjidhje. Po, a është ma mirë. Ka ma pak numër qante. Shumë është të vërtet. Apo një pozitiv. Po, patjetër. Kjo është ta quaj sëmundja që keni ju edhe... Po, apet ka ma pak. Që neve në pëlqen. Po, ka ma pak. Gjithsesi që ka ma pak. Për fund, një pyetje personale gjithmonë në ndoj. Po. Ju keni studiuar në Zagreb. Po. Pari jush ka pas gjenerata tjerë edhe prej Gjakovës, mjaft për tyre njohim. Mu dhe baba më ka studiuar atje. Edhe po patjetër. Edhe doktor, keni shkëlqyer në shumë aspekte për futboll, një kohën. Jo, futboll, s'është për muzikë. Bukur mirë, jo, po flas si si tansi, po si student apo. Edhe tash mi paramendu që shumë kanë tregu një rast kur mbledhe jo shoqënia disa edhe mungon për ndoket dikush që ekzekuton e harmonik quhet, apo fizharmonik? Harmonik, po, na e thoj harmonik. Edhe një djalë i ri atëherë, edhe tash jo edhe aq, me mosh, po një djalë i ri atëherë, po sa i shkum, ja japin harmonikën edhe ai e kthen mapsht. Kom hek pa keq mi mësu se si quhet kjo, reverse apregios. Kjo është. Na tregoni dy gjona, dy pyetje kom. Një, prej ku kjo metode juaj se ishte shumë e rrallë, që mi kthi harmonikën, se mandej notat prej... Po, mrapsht të kretë. Kretë ishte mrapsht. Por mua morë. Po ju është morë, edhe dyta pak për Shkëndinë, se tash e keni postë për vjetor. Patëm po, për vjetorin e Shkëndisë, patëm si vete patëm gjatë 5 vjetorin e Shkëndisë, dhe më thonë është vjushmëria e studentave që kanë studiuar atje, që fatmirësisht kanë qenë persone që kur e kthyn Kosovë kanë bu punë të mëdha për këtë vend ku jemi sot, gjenerat mas gjenerate. E tash e patëm manifestimin gjatë 5 vjetorin e Shkëndisë e organizuam këtu, po edhe Shkëndia në Zagreb ka organizuar atje. Po mundësinë e patëm këtu të organizojmë, u bën një farë organizimi, mirë kalum, gjeneratët e studentave u përzim pak aty, edhe renovimi rikujtimi i ngjarjeve tjera. Po çfarë përket muzikës, unë kam hobi muzikën, pse më dorë të majtë? A kemi kohë më fola? Patjetër. Si Gjakovar që kanë qenë me kënu, dhe baba i ndjerë, çashtu bëjsha presion babës dhe me harmonike, po në shpesh tonë Florent Boshnjaku nuk më pas në klasë, kompozitorin. Ai në klasë merr harmonikën, bla bla bla, edhe kështu e dyqysh edhe unë, baba këne kanë shpim, edhe mama ka vesh për këndim, po edhe blema, s'ma bleke, dikur ma bleve. Po kur ma prunë sikur kjo maqinë e shkrimit, çka që vogël ka qenë. Ma s'kena ditë, shko mrapsh. Fa harmonikën, trap. Hajde boss. Çashtu bam bum, edhe u bë puna më shumë shkollë muzikës. Po që s'po dina. Shko shkollë muzikës, po foli pak më kështu. Shkoj shkollë muzikës, hajde urna.
thap harmonikën, shetu bumër, këthe marë, që më marë, Ç'kështu o marr. qështu. Ju më mrapsht thotë që është mrapsht bam bum kur kush më besu. Unë besoj se ata emës ata të vetës, ata ishin me drejt. Jo tha të nuk je për shkollë muzikës, unë si fëmijë gëzim i madh mos më shku shkollë muzikës, po më lut me top. Futbolla me shok me dal. Se për të isha më mësu. Shkollë muzikës. Vijnë shpejt dhën babës çështu. Ku ai thirr Lul Kazozin. Edhe ai është harmonikist, sot edhe më lul që më se djalë shkoka. Ju mrapsht koka. Edhe kështu që me të harmonika mrapsht, sot e kësaj diti i bi mrapsht, janë prej trollëve, ka, në kuzinë Kosova ka, veç në botë ka. Po unë e një vetëm komod. Po, Një komod. Tash mbledhëm ko pas kohë shoqënia. e keni një shoqëni shumë të Po mirë. mbledhëm ko pas kohë në Prishtinë që aty. Muzikë tamam tipi Gjakovës. Po patjetër. Ndash për të numëroj kush janë. Patjetër, muzikë e zgjedhur Po. mbi gjitha. Po. Muzikë popullore. Unë jam aty, është nga dimdomi doke. Është me violinë, është Bekim Peja, një kolegi uj, është Kameran Goranci, piktori, pastaj kush është më Recep Naga po na bashkangjitet ko pas kohë, Shpëtim Luzha me def, ko pas gati si rregullt, pastaj kemi Berat Krasniqin me gitare, Njezi Sholin kena pas me gitare, tash nuk është, edhe kemi profesorin Kuqi, edhe ai me mandolinë edhe vokal. Kështu që jemi një ekip, plus i kemi musafir të aty të rënë që i kemi, janë tjerë, po s'pi përmend emra, se ndoshta bëhet shumë. Do të thonë kemi një farani tipi Gjakovës që bëhem çdo javë. Shumë mirë. Të mirë që e kultivoni, vazhdoni me kultivu akoma muzikën e mirë tonë. Doktor, shumë faleminderit. Kur më tha ki hek, kesh rrugës më orë, unë vi në Gjakovë gjithë me gëzim. Po, Gjithë vi me gëzim, interesant. Faleminderit. Ju kam thonë më ke keq për shkak trafiku që Po, vi me gëzim gjithmonë. po patjetër është kënaqësi shumë e madhe, një falënderim i madh se i keni lënë krejt punën e një orë në këtë ditë, këtë natë Po. dimni. Unë shpresoj që do të takohem edhe radhave tjera atëherë kur ne mendojmë që ju verani prap temave të ngjashme. Faleminderit edhe herë dhe ju uroj që të vazhdoni me muzikë. Po. Ne tash jemi ka fundi, unë po ata dëshirë vetëm një porësi për publikun që të kemi kujdes të ruajmë shëndetin e kafshëve dhe të mjedisit, sepse ato na pengojnë ose ndikojnë edhe të ne. Ndërkohë, të ruajmë pra trupin edhe mendin tonë dhe mos të harrojmë diçka. Betejë gjithmonë zhvillohen bazë përderisa ata lart bashkëpunojnë. Kaq kishë për sonte. Bashkëmirëkohësh. Med Plus, çdo të enjte me fillim nga ora 20. Ju sjell informata, tema aktuale, këshilla e çdo gjë tjetër nga fusha e shëndetësisë. Med Plus me doktor Hektor Binishi për te mjekësisë.